Dhe dita e Xuma është, pra emri I saj, Xumua, do të thotë tubim. Pra fjala Xumua është prej fjalës xham', që do të thonë tubim ose mbledhje. Dhe shumë prej dietarëve kanë thënë se qëllimi I emrit është se në atë ditë është tubuar, janë tubu krijesat. Pra Allah subhanahu wa taala I ka krijuar krijesat për 6 ditë, duke filluar nga dita e diel, dhe ditën e 6 e ka krijuar edhe Ademin alayhis salam. Edhe gjithashtu kjo është prej vlerës ditës së Xuma, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë ditë është krijuar Ademi, edhe në këtë ditë në ditën e Xuma, do të thënë është krijuar Ademi, dhe në ditën e Xuma është futur në xhenet, dhe ditën e Xuma është nxjerrë prej xhenetit dhe ka zbritur në tokë. Edhe do thotë pasi janë krijuar qiejt edhe toka edhe malet edhe detrat e kështu me radhë, edhe do të thonë pemët edhe kafshët, edhe ditën e fundit Allahu e ka krijuar edhe njeriun, ka krijuar Ademin alayhis salam, dhe me këtë janë tubuar të gjitha krijesat. Prandaj është quajtur Yawmul Jumu'ah, do të thonë dita e tubimit. Dhe për këtë shkak, pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu na ka udhëzuar ne për këtë ditë. Pra Allahu I ka urdhëruar edhe popujt e mëparshëm që ta adhurojnë Allahun në këtë ditë, dhe janë kundërshtuar, ikhtalafu fihi. Do të thonë disa kanë zgjedhur ditën e shtunë, që është dita kur nuk ka pas krijim. Do të thonë dita e shtunë nuk ka pasur krijim në të. Dhe disa të tjerë, pra krishterët, e kanë zgjedhur ditën e diel kur ka filluar krijimi. Ajo është dita e parë e javës në të cilën ka filluar krijimi. Edhe kështu quhen ditët, pra dita e diel është Yawmul Ahad, do të thënë dita e parë, pastaj Hana, Yawmul Ithnain, dita e dytë, e kështu me radhë, e treta, e katërta, e pesta, Yawmul Khamis, dita e njëjtë, dhe pastaj është Yawmul Jumu'ah, do të thënë dita e tubimit ose dita e grumbullimit, kur janë grumbulluar të gjitha krijesat. Edhe kjo është dita në të cilën tubohen besimtarët për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala, do të thënë që është tubim më I madh se tubimet tjera.